6 tender për dezinsektimin e zonave bregdetare janë shpadur me një vlerë totale rreth 1.9 milion euro, me fonde limit dukshëm më të larta se në vitin 2025. Përveç 5 loteve të ndara sipas qarqeve, është shpallur edhe një procedurë tjetër me objekt të njëjtë dhe vlerë 870 milion lekë, duke krijuar dyshime për mbivendosje dhe fryrje artificiale fondesh. Rreth 80% e tenderve të këtij institucioni rezultojnë me flamur të kuq, por drejtuesja e tij vijon aktivitetin pas një hetim penal. Çështja kërkon verifikim financiar dhe penal mbi përllogaritjen e kostove dhe përfituesit real. Drejtoresha e operatorit të blerjeve të përqendruara, Arlinda Pogaj, e cila shpall dhe zhvillon shumicën e tenderve me vlera të mëdha monetare, nuk po hetohet, megjithëse ekzistojnë indicie serioze për shkelje procedurale dhe favorizim kompanish. Ajo nuk po preket, edhe pse rreth 80% e tenderve të zhvilluar nga institucioni që drejton kanë rezultuar me flamur të kuq për shkak të specifikimeve teknike në favor të kompanive të përcaktuara fituese, fondeve limit më të larta se kostot reale dhe pranimit të ofertave shumë pranë fondit limit, me fonde limit më të larta se kostot reale dhe me specifikime që favorizojnë kompani të caktuara. Drejtoresha Arlinda Pogaj ka shpallur edhe 6 tender të ndarë në 6 lote me objekt dezinsektimin e zonave bregdetare. Të 6 tenderet kapin një vlerë totale rreth 1.9 milion euro. Ato janë shpallur më 13 shkurt 2026 dhe do të zhvillohen më 17 mars.